Nuk e di si do e nis këtë video, thjesht doja të bëj një hapje një herë. Në radhë të parë, po që se më ndiqni në Instagram, keni kuptuar arsyen e mungesës të këtij muaji të fundit, muaji e gjysmë më duket. Ndodhen shumë gjëra në jetën time, në jetën e familjes time në përgjithësi këtë kohën e fundit. Nuk besoj se do filmoja këtë video ndonjëherë ose do thosha këto gjëra. Në fund të prillit, datën 28, humbi jetën daja im, kështu që vllai i mamit tim, edhe ka qenë njeri që diçka e papritur, kështu që një sëmundje e papritur të cilën nuk askush nga neve nuk mund të bante asgjë. E kjo gjë na ka lënduar tepër sepse nuk është asnjëherë e thjeshtë kur ikën dikush në përgjithësi edhe të jetë moshatar. Kur është pastaj një njeri kaq i ri, bëhet akoma më e vështirë. Tani kanë kaluar më shumë se 2 javë nga ngjarja, edhe avash të gjithë po mundohemi të rikthehemi tek jeta e përditshme. Në këtë video nuk besoj se do më shikoni duke qarë, sepse është sikur më është bërë pak zemra gur këto kohë të fundit. Pastaj ai nuk ka qenë një njeri që do të më shikonte duke qarë, kështu që po mundohem ta mbaj veten sa më shumë. Besoj se do arrija të thosha shumë gjëra, të flisja me ju, por nuk qenë ka dhe kaq e thjeshtë. Siç u thash, të iki një njeri që ke në zemër nuk është gjë më e thjeshtë për të përballuar. Pastaj unë kam një familje, kam 2 fëmijë, duhet të hec përpara për ata. Ashtu siç po hecin para të gjithë të tjerët, edhe ata që kanë akoma më të vështirë se unë. Thjesht po bëj këtë video sepse vlogun që do shihni tani është një vlog i regjistruar para se të ndodhte ngjarja, para se të ndodhin ca gjëra, por nuk e mendonim që do arrinte gjendja aty ku arriti. E këtë vlogun e kisha filmuar, po mundohesha të filmoja, kisha filmuar më shumë se një video. Thjesht nuk e kisha publikuar kurrë sepse pastaj ndodhi ajo që ndodhi, siç u thash, edhe nuk isha në gjendje të publikoja, të filmoja ose të bëja gjëra. Më ndërpren edhe natën, sepse doja ta çoja në gjumë, por nuk do gjumë, kështu që e kemi këtu me neve. Nuk e di se çfarë po ju thosha, thjesht po vendosa të rikthehem avash avash. Kam kohë që kanalin e kam lënë pas dore, dini, për shumë arsye, por thjesht edhe ime nuk duket vërtet reale në këtë vitin e fundit, me gjithë ato që kanë ndodhur. Por kuptova që sa më shumë të qahesh, aq më keq është. Dua thjesht të hec para. Thjesht tani kam një angel që më mbron nga lart. Ju thash që nuk do qaja, do arrit ta mbaj fjalën. Besoj se dikush aty lart të bën aq të fortë sa nuk e imagjinon dot forcën që mund të ketë një njeri në këto raste, si mund ta përballosh çdo gjë në çdo moment të vështirë. Thjesht po, në këtë tujtje vazhdon përditshmëria, vazhdon jeta. Kjo nuk do të thotë se një njeri harrohet, kjo nuk do të thotë se kujtimet nuk do jenë aty, por po, duhet ta bëjmë këtë. Thjesht këto ditët nuk jam pasur mundësi të filmoja video, kështu që vendosa të përdor atë video që filmova para një muajit. Kështu që nga këtu e tujtje do shihni klipet e para një muajit, para se të ndodhte ngjarja. Edhe javën tjetër do shihni një video tjetër që do mundohem të filmoj këtë fundjavë, që pak në pak të rikthehemi avash avash. Është diçka që më duhet edhe mua për të shkëputur pak edhe mendjen. Edhe doja si të fundit t'ju falenderoja sepse në Instagram më kanë ardhur qindra mesazhe, nuk i kam hapur se ishte pak e vështirë për mua të lexoja, por ju falenderoj sepse kur postova atë storyn duke shpjeguar pak a shumë, më kanë ardhur 100 mesazhe edhe do t'ju falenderoj në zemër se ka aty jashtë njerëz që vërtet kanë zemrën e mirë. Shpresoj thjesht në javën tjetër të rikthehemi pak më mirë, të jem edhe unë pak më prezente edhe të ndryshoj çdo gjë sepse di që kohët e fundit që më keni thënë edhe juve nuk kam qenë Albiona që kam qenë gjithmonë, por më besoni kur ndodhin këto gjëra, pastaj kupton vërtet arsyen e jetës për të cilën ti je në këtë botë. Edhe unë e kam kuptuar shumë gjëra në kjo ngjarje, sepse është sikur Zoti t'i jep pak një mësim, që se po kaloni edhe ju një moment të vështirë ose keni kaluar, forca, kurajo e çdo gjë do kalojë, është kalimtare.
Ezja, tani po ju le të vazhdoj me vlogun që kam filmuar para shumë kohë. Always going. Good morning! Hello, Orges! Good morning! Mirë se u ktheve tek kanali. Do të thënë njerëzit këta do jenë ndarë dhe prandaj nuk dalin. Gjetëm, mirë se erdhë. Sot bossi këtu është duke qenë se është bossi vetes, zgjodhi të jetë pushim. Ditë e bukur Kështu, sot. kod. E morëm pushim sot. Ergesti nëse ka punë mbas dite për të bërë. Kështu që vendosi të rri në shtëpi. E duke qenë se është në shtëpi, unë vendosa mos ta lë rehat. Te qyteti ku jetojmë ka hapur një sushi-ri. E kështu që do shkojmë të provojmë. Vendosëm. Domethënë kemi mbrapa shtëpis, por Ergesti do iki pastaj. E mua do më lëri në kemë me fëmijë, të kthehem që të tres pastaj. Shifni lumturinë në sytë e një njeriu. Të mungojnë shtëpia njerëzit s'po gjen shtëpia me qira me blek, të shkojnë e prishin një pallat e bëjnë Sushi. restorant sushi. Unë vlogun e nisa që është në mëngjes, e pat, por nuk filmova asgjë në mëngjes. U lava me qetësi, bëra flokë, u sistemova pak, nuk mbarova make-upin sepse dolëm shpejt e shpejt. Këtu kemi dhe solen, që shifni çka ka bër. Kemi prer flokë, shifni sa e bukur e zber. E kjo është kukulla që i fitoi babi tek lodrat. E çfarë do ham tani? Sushi. Sushi? Sushi. Shkojmë të ham sushi. Erdhëm 1 minutë rrugë, as hapjen e vlogut siç duhet nuk e bëra. Nuk po e marr çantën tani. Sole nuk na duhet gjë aty. Sifni ku sesto? E gjen dot çapo mbaron tani. Bateria? Kam më pa filmuar edhe pra bateria është gjithmonë e shkarikuar. Nuk kam çfarë të them. Është diçka e imja kjo. Ha. Hello! Hello. Ku do vemi? Te sushi. Te sushi-ri. Shkojmë si është. Po. Njum. Mami. Hello, ne sapo u kthyem në shtëpi. Nuk filmova shumë se siç u thash, mbaronte bateria dhe në fakt mbaroi 2 skena që bëra me telefon. U kthyem në shtëpi, hengrëm sushi, nuk më pëlqeu edhe shumë, nuk ishte i mirë. Gjesi thotë duhet ta prisje. Jam dakord, però kurioziteti ka ngrënë macen, si quhet ajo gjë. Kështu që po doja ta provoja, e hoqë merakun tani, nuk besoj se do kthehemi te ky event sepse ju thash nuk më pëlqeu edhe shumë. E tani erdhëm këtu, jemi te kortile, te pjesa e jashtme të shtëpive, që ju kam treguar. E tani do ju tregoj 2-3 update që kemi këtu jashtë. Kemi bërë një kopësht të vogël edhe një pjesë për fëmijët ku mund të lozin këtu jashtë. Shifni, kemi bërë këtu një kopësht të vogël. Këtu do me thënë e shtëpia. Shifni, kemi dhënë skelet sepse Gesti po sistemon çatin edhe pjesën e jashtme, siç e shifni është gjitha e mbuluar me skela. Këtu kemi dhënë këtë sepse ka bërë pak ftohtë kohët e fundit, kështu që gjatë natës e mbulojmë që mos të prishen ato që kemi dhënë, sepse kemi dhënë domate. Këtu ishte një vazu, nuk kisha lënë këtu sipër edhe ra, kështu që prandaj u bë kjo rrëmuja këtu. Kemi domate, këtu kanë vënë brokoli, kemi kastraveca e këtu kemi kungullesha edhe qep aty poshtë. Pastaj fëmijëve këtu i kemi lënë një tavolinë të vockël, pastaj aty gjëra që kanë mbjellë sole. Po tregoj kopshtin që kemi bërë me këto 4 duart tonë. Ha, si duket? Ata kastravecas më duken mi. Ai aty. Do uj. Po, ato aty janë 2 brokoli të tjera. Ndërsa këto i kanë mbjellë sole. Tu kisha mbjellur pak sallat, por nuk doli më në fund sepse nuk e di pse. Nuk doli. Këtu kemi veglat edhe gjaret e punës që përdor Gesti. Edhe kishte ca gur, kështu që fëmijët lozin këtu her pas here, o me gur ose me rrë. Nathan, ç'a po loz jeta? Tita. Shifni, këtu kemi dhe fik. Po na mbin fiku prap. Shifni sa ka qenë që kemi prerë kur po bënim punimet. Shifni. Por besoj se do ta heqim. Dhe za shumë vend për ndryshe dhe këtu është shkalla për me shku lart.
Sole alluron ti lagi, do ore minutë ti lagi në telefon si gjithmonë. Unë këtu kam vënë karrigen time, ku ulem edhe pi ujë edhe I shikoj duke lozur. Atëherë jam shtrirë këtu te krevati Sole sepse po vazhdoj librin tim. Jo super këshilloj, nuk e di po që si ju tregova. Atomic Habits. Është një bestseller, është njëra më të shiturat për të krijuar nuk e di si është habitudine shqip. Por po më ndihmon shumë edhe nga ana psikologjike, sepse truri jon është ai që vendos çdo gjë. Kuptoni, kështu që nuk është dakord stresi, gjëra të kështu ndërlikojnë, por deri në një pikë. Pastaj je ti, kështu që truri jot që vendos për ty. Kush është gjëja më e thjeshtë për të bërë. E kështu që gjërat e vështira truri mundohet ti heqi me njën se thotë jo këta mos e besa është shumë e vështirë. Që të mbroj, sepse truri ata që bën truri është të mbrojnë nga gjërat që mund të jenë të vështira. E kështu që të bën të zgjedhësh gjithmonë rrugën më të thjeshtë, por rruga më e thjeshtë përfundon gjithmonë jo në gjërat më të mira. Kështu që ndonjëherë do të marr vendimet më të vështira në moment për të patur një rezultat në të ardhmen. Shpresoj të jetë kuptuar diçka nga gjithë kjo gjë që kam thënë. Thjesht ju thosha që u shtriva këtu, ndërkohë që unë do lexoj veç dy faqe të mbaroj kapitullin e pastaj do të shohim të filloj duke palosur ndonjë rrobë, të paktën nuk kam enët e drekës për të larë. Ndërkohë po e shihni edhe gjendjen e fytyrës time. Shpresoj duke kam ndryshuar kompletisht ushqimet që ha, e shpresoj të rregullohet edhe fytyra, sepse fytyra është le të themi superfaqja e asaj që ndodh brenda trupit ton. Tani që kam pak kohë t'ju flas pak a shumë se për çfarë po bëj unë. Unë po bëj fasting, intermittent fasting. Mase po e them gabim. Do me thënë, kam 16 orë ku nuk ha, e 8 orë ku mund të ha. Kështu që unë o vendos të ha mëngjes edhe drek, o vendos të ha drek edhe darkë. Ndonjëherë ndryshoj, për shembull në weekendet është pak më thjesht të ha drek e darkë se mbas se dalim ose ku di unë, kështu që është pak më thjesht. Ndërsa gjatë javës preferoj të ha mëngjesin dhe drekën dhe mos të ha darkën. Shoh më shumë rezultate duke mos ngrënë darkën. Kam edhe më fuqi. Është diçka për të thënë kjo, edhe dua të shkoj të fle pak më shpejt. Jo se kam uri, këtë javë nuk kam pasur fare uri, mbase 2 ditët e para. Por diçka të mirë që bëra është që e fillova këtë gjë, ndërkohë që kisha ciklin. E dini që para se të vi cikli, hormonet tona janë absurde, e kështu që duam të ham në çdo minutë të orës të ditës, derisa kur kalon ose ndërkohë që je në përfundimi deri kur mbaron cikli e tujtje, je në një fazë pak më të qetë, edhe kështu që besoj se zgjodha momentin më të duhur për ta filluar. Do shohim pastaj muajin që do vi si do shkoj gjendja. Shpresoj mirë, shpresoj trupi im të jetë ambientuar. Por mund të them se jam shumë okay. Nuk do ju them akoma rezultatet, nuk do ju them çfarë ha, çfarë nuk ha, thjesht duhet të kontaktoni edhe një nutricionist, ju japi dietën e duhur. Unë bëra një herë analizat e gjakut, pas shpëqese kisha diçka në një vitamin që mungonte, por ishin super okay analizat. Me trupin tim jam super okay. Thjesht nuk ndjesha unë në rregull, duke qenë se kam le të themi 18 kg më shumë. Edhe pse shumica na më thotë jo na je mirë ndaj këtej, e di që ju ma thoni për të mirën time, por e mira ime është i humba ato kile, sepse nuk është e shëndetshme për një të ardhme. Ata po mendoj dhe unë, plus që do ndihem më confident, në këtë moment indikon edhe kjo gjë, në ana psikologjike, kështu që duke nuk e parun veten mirë si që do doja në peshën time ideale, duke nuk pasur fytyrën në gjendjen ideale, e të gjitha këto influencojnë edhe te humori, e kjo gjë influencon edhe te fakti që ndonjëherë nuk hidhem video si që do doja, domethënë, nuk e di, duke më parë në video mbase kondicionoj veten time, të mos bëj video, kuptoni? Kush më erdhi këtu? Pas shumë orësh duke kaluar, duke hekuros, duke mbledhur, duke palosur rroba, plus veten pse në ditët e sotme kemi kaq shumë rroba, domethënë realisht na duan kaq shumë.
rroba. Ishte edhe një nga ato periudhat ku në mëngjes bën ftohtë, pastaj bën nxehtë, pastaj ftohtë prap, kështu që ndërrohemi më shpesh, edhe kam si rroba pak më të trasha, edhe rroba më të holla, beharore domethënë. E kështu që janë mbledhur të gjitha bashkë, janë bërë shumë rroba. Edhe nuk di me çfarë t'i bëj, po mundohem tani mos të thaj çdo gjë në tharse, edhe pse tharsja po vazhdon edhe punon. I kam bërë re që shumë rroba prishen pak me tharsën, zvogëlohen. Nuk e di por që se unë nuk kam kuptuar akoma si funksionon tharse ime. Mund t'jetë edhe kjo. Por po, tani që vjen dhe kohë e bukur, brenda ditës thahen. Është edhe ora 6:30. Tani po ndezun kamerën nga dreka. Thjesht çova në gjymnatanin, pastaj ndeta na gjysore në telefon duke bërë scroll aty, në vend se të lexoja librin tim. Pastaj po, vazhdova me hekurin, ndërkohë që po shoh një video në YouTube të shty edhe kon, por tani doja të bëj diçka për të ngrënë, sepse erdhi ora darkë. Edhe pse fëmijët tani po bëjnë znekun e mbasdite, sepse nata nuk zgjoha vonë. Po tha po pres gestin të na bëjnë një risotto, edhe pse unë nuk do ha darkën. E para nuk kam uri, sepse më mbusha me sushi, s'kam ngrënë as znek mbasdite, jam super full, nuk më bëri dhe shumë mirë, se besoj se ishte super i freskët. Ju kisha thënë të vlogë kaluar që isha mirë me dietën e të gjitha, por tani jo dhe aq mirë. Po, them të vazhdoj, bëj një pauzë të vogël e vazhdoj prapë pastaj. Gjej se ato Desperate Housewives, Crazy Mom. Fëmijët e mi po çmenden, andaj po shkoj të shoh çfarë po bëjnë. Nuk filmoj që erdhi orgesi, unë thash që nuk do hanja dark, por kur bën gjëra të mira, nuk ke si mos të hash pastaj. Shifni Tarzanin. Do të thotë se kur filmojmë ne unë në kuzhinë, do të thotë se po afrohet vlogu. Tu kemi asparagus. Aty do bëjmë vezë në këmish, si quhet këtu italisht. Vezë, gangull në këmish. Këto karçofi s'digja si thon. Karçof, je sigur. Carciofo alla romana. Alla romana. Unë dije vajta në Mercato e mora ca krap pule pikante edhe një kofsh pule me zgar. Kështu që po i nxej tani ti ham bash. Unë si princesh pres darkën, edhe pse unë ndihmova, pastrova asparagus. Po presim tani darkën. Në fakt më erdhi. Mirë pasi. Ciao. Ona kishte munguar një vlog në shtëpi me gatim. E me tullurat e natën. Hej jeta. Atëherë, demonstration, Sole do të shofi si bëhet. Besoj se e dini pak a shumë se si bëhet kjo. Ka vënë gesti me uthull, edhe pak krip, bëjmë ujnë të rrotullohet kështu. Nuk duket asgjë. Si kur të fusim vezën. Të rrotullohet, të mblidhet. Të mblidhet. 3. Shikon si sillet? Si mblidhet. Quando si tira fuori non sembra. Do të provosh. Nathan po spati broccoli. Pizele. Është mirë. Vez. Nuk do asgjë, edhe makaronat. Sonte Shifni këtu. Si lule duket, shif. Professional. Shifni se bukur. Tu palozin. Dolën dhe vezët nga furri, shumë e mirë duket edhe kështu. Edhe unë e doja kështu mbas. Vua e lashë çfarë darke. Tu kemi dhe ato që thash e bara në furr. Unë timen e mbarova. Bon appetit. Shikto, me bukë shumë tak. Nejse. E ke dhe me djathti. Bon appetit. Punime këtu në shtëpinë sot. Njerëzit pushime neve punojmë. Sidomos una. Që them pak më poshtë, pak më lart. Gjetëm këto llambat që do duhesh të vjeshin me koklar, domethënë, por neve do i vendosim me dritën poshtë. Edhe na pëlqyen, i gjetëm lirë, e janë edhe me wifi, edhe ndryshojnë me duket ngjyrë, të ftohtë, të ngrohtë. Do shohim si do shkojnë me dhomën tani. Është edhe elektricist burim. Përveç se kuzhinier, hidraulik, murator. Ne këtu po lozim. Ciao! Qa po bëni? Qa bukur. Qa
po bën Nathan? Nathan po bën këtë. Ata po bën? Neve uzon në mëngjes, si që pat, bëm këtë gjë, centrifuga quhet këtu, centrifugato, me karrota dhe sedanoz. Duhesh të bësh vetë me karrota, po gjeti që të marrë dhe sedanoz dhe të thonë të hinjën brenda, duke qenë se bën mirë për organizmin. Ishte shumë e shpifur. Sedanozi është ajo që jep ata shije pak që o pëlqen ose pëlqen, mos më pëlqeu, por i bën shumë mirë organizmit. Edhe unë duke qenë se kam probleme me fytyrën, lexova që karrotat, sedanozi të bëjnë mirë për trupin, se vinë edhe nga brenda kjo gjë që shpreh fytyra. Kështu që po mundohem, përveç se dietës që e kam prishur pak me këto festat, kam ngrënë shumë budalliqe, shumë çokoladata. E kjo gjë nuk ndihmon, kështu që thash, do mundohemi të bëjmë, shpresoj çdo mëngjes, po pastaj për të larë të gjithë këtë gjë, tani do ju tregoj. Shifni sa pjesë ka. Kjo është pjesa që rëndon më shumë, ka këtë pjesën e gjithë për të larë. Edhe kjo është gjë më e vështirë për të larë. Pastaj ka edhe këtë pjesën këtu. Kjo gjë duhet larë direkt, por neve dolëm pak, bëm një xhiro me fëmijët me biçikletë sot në mëngjes, duke qenë se ka dalë një diell i mrekullueshëm. Kështu që shfrytëzojmë mëngjesin, gjithë mëngjesin le të themi jashtë. Ajo gjë vinte me këtë që ndihmon për ta larë. Për shembull këtu që ka ngecur, e merrni. Tada! Sedanozi që ka vërtet shumë i vështirë. Ka ngecur tani këtu. Sedanozi ka të gjitha këto fijet, edhe bllokohen të gjitha këtu. E siç po e thosha, dolëm gjithë mëngjesin, nuk bëm kush e di se ç'a. Ultimo. Po mundohem të pastroj këtë panxhavin, por se kam marrë asnjëherë kështu të pjekur, kështu që nuk e di si bëhet kjo gjë. Besoj disi kështu. Shife. Ne aceto. Shifni sa e bukur kjo sallata. Fol po desh. Kemi dhe rrëmujën këtu se po gatuim një mingjera. Kemi panxharin, qep, rucola që është sallata, feta, avokado dhe arra. Tu kemi këto që i kishte bërë bosi këtu, atu kemi makarona, por unë dua pak makarona. Shifni në tani në sira. Të bëf të mirë jeta. Bon appetit! Bon appetit! No pashim. Do të shife nesër. Shifni nesër. Me pashim. Shifni çfarë bëra unë ndërkohë. Gjithë këto orë. Rregullova pak. Shifni. Duke ndezur edhe këto. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.